Kemi rritur në hapësirën e intervistës me mua në studio zoti Maksim Casti, sipërmarrës, drejtuesi i American Capital. Faleminderit për prezencën tuaj. Në fakt, pak ditë më parë kemi pasur një forum investimesh ku janë miratuar disa projekte të rëndësishme investimi për gjithë Ballkanin. Shqipëria kishte 2 projekte për sa i përket energjisë. Kemi pasur fabrikën e baterive litiumit në Serbi dhe disa projekte tjera. Në fakt, çfarë mesazhi dha ky forum, po themi, për sa i përket vëmendjes që BE-ja ka ndaj rajonit tonë? Mesazhi i forumit ishte që, siç e tha dhe zonja, që është momenti i dur për të investuar në Shqipëri. Edhe vetë tema e seminarit New Frontier tregon një fjalë që një vend i ri ku mund të investojë, jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë rajonin. Faktikisht gjitha kompanitë e investimit në botë shikojnë për fusha të reja investimi, në ato fusha të cilat mendohet që rritja e biznesit në ato vende do të jetë diçka më e madhe se normalja. Dhe historia e gjithë atyre vendeve që kanë hyrë në Bashkimin Evropian kanë treguar që ekonomia e atij vendi është rritur me hapa më shumë se normalja gjatë kësaj kohe, gjë që e ka bërë atraktive për investitorë të ndryshëm të botës. Dhe mesazhi që jipi nga kjo konferencë ishte që kjo është një fushë e re, një front i ri ku mund të investoni, dhe gjitha këto projekte që ishin aty tregonin se si fondet e investimit vendosen në këtë front të ri, pra në këtë fushë të re, në mënyrë që të bëjnë të sa më të mundura investimet në këto vende. Nëse ne do të shohim pak atë, ka një lloj ndarje apo një lloj përcaktimi në mënyrën si u ndan projektet, shohim Shqipërinë, projekte energjisë rinovueshme, Serbia apo them bateri litiumi, kemi projekte në Maqedoninë e Veriut, ka një lloj indikatori si për çfarë mund shikon vendet e rajonit tonë. Shiko, këto secili vend ka specifikat e veta dhe këtu është kush më i zoti, faktikisht. Pra, natyrisht po ta shikosh zgjedhjen e këtyre projekte, kishte të bënte që të gjitha vendet kanë diçka, pra në farë mënyrë nuk ishte në një vend të caktuar, por ishte një shpërndarje në të gjitha vendet, që do të thotë që ne si Bashkim Evropian, pra mesazhi ishte që pavarësisht se konferenca po bëhet në Shqipëri, neve nuk është se po shikojmë vetëm Shqipërinë, por shikojmë gjithë rajonin, dhe është një mesazh politik pak a shumë që i gjithë ky rajon në një moment caktuar, kuptohet Shqipëria është më përpara, do të bashkohet Bashkimi Evropian, të gjithë ju si do të bashkoheni Bashkimit Evropian në një moment, dhe ky treg i gjithë duhet të jetë më atraktiv për arsye sepse është një treg që do jetë dinamik gjatë këtyre viteve dhe do ketë një rritje më të madhe se normalisht mesatarja gjatë kësaj kohe. Ky është mesazhi që besoj duhet kjo konferencë i jep gjithë botës investimet që të investojnë në. Besoj ju keni parë projektet, do konsideroni ka një fitues, po themi, apo u nda një barazim mes vendeve për nga natyra e shpërndarjes tyre? Besoj që kjo është një pikë e cilën ne si vend duhet bëjmë më shumë, se të thash që kjo është një fushë që nuk ka limite për vende. Pra, Bashkimi Evropian si puna e buxhetit të shtetit, që ka allokuar këtë buxhet për këtë fushë. Pa marrë për dhe se a fiton më shumë njëri vend apo një vend tjetër, atyre në fundit duhet që ky buxhet parësh është konsumuar me këtë qëllim. Tash këtu kush është më i zoti, arrin e përfiton sa më shumë nga buxheti në fjalë. Dhe këtu duhet që si sektori publik, ashtu edhe sektori privat, sepse e reja e fondeve tash është që fondet janë të aksesueshme për sektorin privat. Deri dje ishin vetëm për sektorin publik. Tash hapen për sektorin privat. Në sektorin privat duhet që sa më shumë bizneset shqiptare të jenë të gatshme, të vinë me projekte që plotësojnë kriteret e Bashkimit Evropian, në mënyrë që të arrin të kenë akses të këto fonde, të cilat bëjnë mundur këto investimet e tyre në vendin e tyre. Në listën e projekteve u vure që ishin projekte kryesisht në fushën e energjisë, por ishte edhe një projekt interesant për autostradën digjitale, që është një projekt i miratuar më herët. Në fakt, këto projekte apo parku eolik që është në bashkëpunim me Malinezi, këto projekte mund të kenë një impakt real e kthejnë Shqipërinë në një, po themi, në një vend me pozicion strategjik favorshëm për zhvillim? Shikoj, të gjitha projektet, se duhet të shikojmë që kush janë prioritetet e Europës ose Bashkimit Evropian në përgjithësi. Pra Europa ka një prioritet të theksuar për sa i përket artificial intelligence, digitalization, tilla gjëra, për arsye se e shikojnë që kanë ngelur mbrapa Amerikës në këtë fushë. Dhe duhet pas parasysh situatën e re gjeopolitike ku për fat se thoshte të keq të Europës, Amerikës edhe ndoshta të Amerikës. Amerika është bërë shumë America focus, pra e ka fokusin më shumë në Amerikë. Brenda. Brenda, i bie që Europa duhet të rritë
reinventi veten e vet në mënyrë që të arrijë në fushën veçanërisht në fushën e AI, e cila po shikohet që është shumë po zhvillohet bota në atë drejtim, Europa ngel mbrapa. Dhe si e tillë duhet që Europa të zhvillohet në këtë drejtim. Dhe për këtë arsye, përveç fushave të vendeve të tjera të Bashkimit Evropian, ka fonde që i hedh në këtë fushë të. Këtu e vërteta është që në këtë pjesë të botës, mesatarja e moshës është më e re dhe teknologjia është më e përthithur nga moshat e reja. Kështu që besoj që këtu ka iniciativa të cilat bëjnë të mundur që ndofta nga këtu dalin ide, zhvillime të tilla që shërben jo vetëm këtyre vendeve, se për arsye se këto vende janë relativisht vogla, gjitha, edhe Serbia që është më e madhe prapë është e vogël në kontekstin evropian, por mund dalin zgjedhje të tilla në digitalization ose në AI që i shërbejnë të gjithë Europës. Dhe qëllimi kryesor është me anë të këtyre projekteve është që tregoj që shikoj se ka fonde të vlefshme për këto fusha. Kështu që ju si përmarrësit e kësaj zone hidhuni me ide, ne jemi të gatshëm të mbështesim me para. Pra ky është mesazhi i kësaj. Tashti nëse një projekt i caktuar i shërben vetëm një vend i caktuar, i shërben gjithë rajonit apo jo, kjo pak rëndësi ka. Mesazhi është që ka para të vlefshme për të mbështetur sipërmarrjen në këto fusha. Për sa i përket energjisë gjelbër, ky rajon i botës, ashtu siç e tha dhe zonja Ursula, ka një pozicion gjeografik të veçantë, sepse ne duke qenë se kemi më shumë ditë me diell, mundet të përfitojmë më shumë energji solare. Gjermania dhe po të investojë nuk përfiton të njëjtën gjë se s'ka ai ditë me diell. Kështu që duke qenë se gjërat shikohen se ti je pjesë e një, se fund e pjesë e Europës, pavarësisht se jemi në Bashkimin Evropian apo jo. Kështu që Europa ka objektivat e veta për sa i përket energjisë gjelbër. Europa është shik më e avancuar se vendet e tjera për sa i përket konceptit që ka për energjinë e gjelbër. Dhe Shqipëria, ashtu edhe Malizia ose vendet e tjera të rajonit, ka një pozicion gjeografik që mund marrin më shumë diell, mund të japin më shumë kontribut në gjithë Europën në këtë drejtim. Dhe edhe këto investime që janë, po edhe të tjera që do vinë besoj në këtë fushë, na vendosin një pozicion që dëm për shkak të pozicionit që kemi, diellin që kemi mund na sjellin në këtë, na vendosin në pozicion të favorshëm në lidhje me këtë. Tjetra është që të lidhura ajo teknologjisë që tham me energjinë, pra kjo AI me vërtet që po zhvillohet shumë me hapa galopante në botë, por nga ana tjetër kërkon shumë energji. Kështu që mund të kalimi i makinave, makina elektrike, gjitha këto data centers, të cilat kërkojnë energji të madhe, natyrisht që kërkojnë sa më shumë energji. Kjo po bën që në Amerikë po ktheheni çik mbrapsht që ndoshta edhe ke forma të tjera të energjisë, se nuk ja dalin dot vetëm energji të gjelbër. Europa është çik më e ndjeshme ndaj energjisë gjelbër, kështu që besoj që ka një favor për këtë zonë, që më shumë projekte do vinë në këtë drejtim. Por pra fakti pozicioni gjeografik i Shqipërisë është një element i parë. Një autostradë digjitale që lidh Afrikën me Europën, që kalon përmes Shqipërisë. Një energji e prodhuar nga burimet e rinovueshme e favorizon Shqipërinë për investime të mëdha me data center, mund ketë interes kompani globale të vinë për këtë element apo? Natyrisht. Pra, kuptohet. Kjo kabli, po themi, s'është gjë tjetër, po themi si një rrugë në cilën lëvizin makina, por këtu lëvizin data. Pra, nëse ti ke trafik me Afrikën, ti normalisht kjo rrugë bëhet efektive se do kalojnë data në këtë rrugë. Kjo s'ka trafik me Afrikën, pra ndeke përshkon kjo rrugë, nuk ka shumë, por nga ana tjetër Afrika vetë mund të jetë i ka gati rrugët e tjera. Pra dhe kështu që datët me këtë shpejtësi mund të vjen kushtojnë më pak që të kalojnë nga këtu në Afrikë dhe nga Afrika për fuskot në Amerikë Jugut, sesa nga i rrugë tjetër. Një fjalë që si e tillë, ata që e kanë borë nuk është se e kanë futkot, besoj që kanë pas një ide që një logjik investimi që kanë të ardhurat, ndofta që unë dhe ju nuk i shikojnë në këtë moment, po ato i shikojnë edhe dinë që këto janë të ardhurat që do vinë nga kjo, pra ka interes. Po, thash që këto nuk duhen parë si projekte të veçanta dhe çfarë kontributi kanë direkt ato. Qëllimi kryesor i gjitha këtyre projekteve është që ka para në këto fusha që Bashkimi Evropian i jep për sipërmarrjet në këto vende. Dhe shembull që ai jep thotë ne po sponsorizojmë një projekt 200 milion,
sillin tavolini projekt tjetër 200 milionësh, a 300 milionë, se 50 milionë pak rëndësi ka. Pra thotë sillni projekte në këtë fushë, ne jemi të gatshëm siç i financojmë këto projekte, jemi të gatshëm financojmë dhe projektet e juaja. Pra ky është mesazhi dhe gjithë bota e sipërmarrjes në Shqipëri dhe në rajon duhet që të jetë sa më inovative, të mendojë që të nxjerrë projekte të tilla, qoftë në fusha të tjera, të cilat janë të gatshme të përfithin këto fonde të Bashkimit Evropian. Në momentin kur një vend hyn në Bashkimin Evropian, si para hyrjes, ashtu dhe mbas hyrjes, pra në momentin kur Rumania dhe Bullgaria po hynin në Bashkimin Evropian, unë isha faktikisht fizikisht atje, dhe pash vetë se çfarë ndodhte në ekonominë e atij vendi, dhe të gjitha vendet pa përjashtim dhe kur ka hyrë Slovakia dhe Kroacia më vonë, sfida kryesore ishte që gjitha vendet nuk arrinin të përfiteshin parat e vlefshme. Pra, gjitha këto vende, faktikisht, në atë moment kur kanë hyrë, kanë qenë shumë më të sofistikuar se që jemi ne sot. Dhe ato, më të përgatitura, dhe ato nuk arrinin të përfiteshin. Sfida jonë kryesore është që, okej, u futëm atje ose po futemi në Bashkimin Evropian, na u dhanë fondet, po nëse jemi të zotë që të përfithim, humbet ajo vlera, përveç vlera politike, vlerës kulturore etj. Me radhë që mund të ketë hyrë në Bashkimin Evropian. Po në fundit, everything goes to business. Duhet që derisa janë paratë vlefshme, duhet që zoti që thjesht ato para. Përpara se të kalojmë tek pjesa e biznesit të Bashkimit Evropian, ky mesazh është mesazh që shkon vetëm për biznesin evropiane apo edhe për biznesin amerikane? Ky është faktikisht për investuar, po themi në sensin e investimit. Pra, për gjithë investimet, jo vetëm nga amerikanë e tjerë më radhë. Pra, të gjithë e shikojnë nëse ka një oportunitet në një fushë caktuar, e shikojnë oportunitetin në atë fushë caktuar. Kuptohet që Amerika është treg i madh dhe këto vende janë relativisht vogla. Pra një farë mënyre, nëse një kompani amerikane do shikoj për të ardhur në Europë, nuk ka për të shkuar në Shqipëri fillimisht, pra do shikojnë vendet e tjera, Gjermania, Francë, tjera më radhë, Itali, ku diun. Pastaj do shkoj sepse është tregu vendas atje. Pra, një kompani amerikane që është pozicionuar në Europë mund të ketë interes por, tash me këtë politikën e tarifave tjera më radhë, mund të ketë. Dar nga dar ndryshon historia. Pra në një farë mënyrë, duke qenë se Shqipëria, po themi me Amerikën ka tarifa më të favorshme se sa Bashkimi Evropian, gjatësa kohë mundet që kompanitë ndryshme thonë, ok, ky vend do hyjë në Bashkimin Evropian për 3 vite, kur do jetë. Thotë shkojmë këtu dhe shfrytëzojmë këto 3 vite që të zhvillojmë tregun nga këtu. Natyrisht këto gjitha këto zhvillime në infrastrukturë do bëjnë që ti të kesh akses sa më të shpejt në tregjet e mëdha të Europës, pra themi Gjermaninë, Italinë, etj. Me radhë, Francën. Kështu që ai thotë që mund ta konsiderojë edhe Shqipërinë pjesë e kësaj. Kur e di që Shqipëria do të hyjë në Bashkimin Evropian. Kur nuk e di, thotë prit se kam një mur tjetër doganash për të kaluar nga këtu atje, kështu që s'po hyj kësaj pune. E njëjta gjë mund të jetë edhe në krahun tjetër, pra kompanitë europiane, të cilat duan të eksportojnë në Amerikë, ndofta, po mund të make sense që ta prodhojmë Shqipëri dhe eksportojmë në Amerikë nga Shqipëria, për sa kohë Shqipëria ka, po themi, regjim doganor më të mirë, tarifor më të mirë me Amerikën se sa e kemi ne. Pra, një varësi të... Por natyrisht që vendet më të afër janë vendet e Bashkimit Evropian dhe janë ato të cilat kanë atë, si thosh, fokusin e parë, sepse për ato është një lagje e tyre, në farë mënyrë kjo zonë, ndërsa për Amerikën kjo lagje bashkë me lagjen tjetër të Bashkimit Evropian është një zonë e re për ata, nuk është se me përjashtim kompanive që janë ekzistuese këtu dhe pra nëse ti ke një kompani amerikane që funksionon në këtë treg, po themi në Gjermani, dhe shikon që në Gjermani kostot po bëjnë gjithnjë më të larta dhe it makes sense që një pjesë të prodhimit ta kalojnë në Shqipëri ose në këto vende të rajonit, kjo do jetë një fushë që ata do ta shikojnë një fjalë të konsiderojnë që të kalojnë këtë vend. Dhe nëse për ndërtuar fabrikën, po themi në Shqipëri, për afuskot 30% i ke grant nga Bashkimi Evropian me anë të kësaj që sa folëm, që të kalojnë këtu për energjia e gjelbërt, energjia e tillë me radhë. Atëherë në planin e tyre të biznesit del që është më mirë që ta bëj këtë investim në Shqipëri se ta mbaj në Gjermani. Pra, bota është me komunikimin e sotme sa e madhe e vogël. Pra, nëse ai shikon, në fundit
kur vje puna ke biznesi, me përjashtim të atyre anës sentimentale që, si thush, jam shqiptar dhe atë 2 lekë ta investojnë në Shqipëri dhe sa në vend tjetër, po llogaria e tij është llogari numrash. Qofse modeli financiar më thotë që returni më i mirë është ta bëj kështu, do ta bëj kështu. Mesazhi që jepet nga kjo konferencë është që shiko, se nëse deri dje nuk e kishit konsideruar këtë zonë, konsideroheni, sepse edhe tash është momenti, sepse duke investuar tani këtu do ketë zhvillim më të madh, për shkak se ne po hedhim para këtu. Ky zhvillim i madh do të thotë që do jetë më mirë për biznesin tuaj, që do të thotë që kthimi i investimit për biznesin tuaj do të jetë më i lartë në këtë zonë. Një pyetje fundin në këtë kontekst. Pam që janë disa kompani big që kanë fituar këto projektet. Ju njihni mirë tregun shqiptar dhe jo vetëm, dhe rajonalin. Për sa i përket kompanive të mëdha, ka kompani të mëdha për çfarë mund të aplikojnë? I dojnë kryesisht për të bërë këtë tranzicion energjetik, për të bërë pra uljen e emetimeve të karbonit, për çfarë interesash? Ka interes për të aplikuar për këto fonde? Ka interes, normalisht fondet, pra detyra e qeverisë për dhe vetë biznesit është që të ndërgjegjësohet sa më shumë për ku janë këto fondet. Pra faktikisht, që thosh neve si American Capital, po mendojmë që të krijojmë një konsulencë që të merret pikërisht aksesimin e këtyre fondeve, sepse për shembull mora vesh në aplikimin e fundit për një fond të caktuar, nga Serbia kishte 900 aplikime, nga Shqipëria 17 aplikime. Pra është çështje ndërgjegjësimi, po thoni, apo besoj që është çështje e ndërgjegjësimi, awareness, pra si të ketë akses sa më shumë. Njëkohësisht mund të jetë edhe sofistikimi i bizneseve shqiptare, por kam përshtypjen që ne jemi mësuar pak për kjo faktikisht nuk është easy money, është grant. Pra nuk është se në shumicën e rasteve këto janë grant ose kredit buta etj. Me radhë. Pra është parë falas. Po duhet dish si ta aplikosh. Duhet dish ku të kërkosh dhe për çfarë të kërkosh. Pra se nëse fondi është, po them, për energji të gjelbërt, ti s'mund të vish për energji tjetër. Pa them vetëm për ilustrim. Ose ai është për energji të gjelbërt, ti s'mund të vish për arsim. Thot prit se unë kam për këtë qëllim. Pra normalisht kërkohet ekspertizë që ti si dish të aplikosh për aksesuar këto fonde. Po fundit kjo puna e si dish të aplikosh ka të bëjë me atë rating e suksesit. Pra aplikove 17 sa fitove mbrapsht. Por nëse ti aplikon 17, kishe mundësinë të aplikoj 700. Sa të kopësitura e ndosjet, sa shumë element projektit. Pra nuk është se ne, fakti që ne kemi apliku kaq pak, tregon që niveli i awareness, niveli i ndërgjegjësimit të bizneseve shumë i vogël, sepse s'kan aplikuar me parë falas. E kupton? Pra edhe sikur t'ia futshë kot si punë bilet lotarie, është një bilet lotarie që s'kushton asgjë, vetëm aplikohem, me fjalë që të marrësh grant. Edhe ajo nuk është bërë. Fakti se kemi bërë këtë tregon që niveli i ndërgjegjësimit s'ka qenë aty, se në rast pune do i kishim aplikuar, kupton? Dhe këtu duhet që të rritet ndërgjegjësimi sa më shumë, sepse është fundit është i gjunaf, sepse janë fonde të vlefshme, edhe ne jemi të zotit i marrim. Një tematik tjetër është padyshim procesi i Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian dhe bizneset shqiptare. Sa mendoni se janë ndërgjegjësuara për të drejtat, detyrimet, sepse do kemi një treg i cili është totalisht ndryshe, pra mendoni që janë ndërgjegjësuar bizneset shqiptare për atë që po vjen nga integrimi në Bashkimin Evropian? Jo 100%, po një pjesë të caktuar janë, sepse gjithë bizneset shqiptare tash kanë marrëdhënie bashkëpunimi me bizneset të Bashkimit Evropian dhe dinë pak a shumë nivelin e sofistikimit që duhet për të bashkëpunuar, sepse bashkëpunon me një furnitor ose një klient që është në Bashkimin Evropian, kështu që ti e di si e kërkon ai produktin, si e kërkon kontratën, të më radh, pra gjitha këto ti i di. Problemi është që ne si biznes, ambienti i biznesit shqiptar është relativisht më pak i sofistikuar në aspektin që sistemet e kontrollit brendshëm, sistemet e human resources, pra janë akoma në nivele që i bën të papërgatitura për në Bashkimin Evropian. Dhe faktikisht çfarë do ndodhi është që për 2-3 vite kur Shqipëria të shkojë në Bashkimin Evropian, vlera e këtyre bizneseve do rritet pa u kuptuar, sepse papritmas niveli i riskut i vendit bie. Pra deri sa të shkojmë në Bashkimin Evropian,
të gjithë e konsiderojnë Shqipërisë një vend me risk të lartë. Në momentin kur ti hyrë në Bashkimin Evropian, ato të konsiderojnë një vend me risk të ulët. Kjo do të thotë që nëse për një biznes, po them, ato ishin gatshëm të jepshin 5 milion për ta blerë, paprit mas mëna ditës bëhet 7 milion ose 6 milion, se është duket sikur ke të shihesh i sigurt. Dhe kjo ka ndodhur faktikisht, qoftë Bullgari, qoftë Romani, kur ato hynë në Bashkimin Evropian, vlerat e biznesit u dyfishuan një periudhë të shkurtër. Mirë, po këtu lind problemi që kur të vinë ata me blej biznes, do shikojnë sa i strukturuar është ky biznes. Dhe nëse një biznesi të strukturuar, në shembull tim ato do jepshin 5 milion, një biznesi që është i pa strukturuar do japin 3 milion. Pavarësisht se bën një njëjtin fitim ose ka një njëjtin xhiro etj me radhë. Pra ti ja ul vlerën në biznesit pa e kuptuar, nëse nuk e sofistikon si biznes dhe nuk investon në këtë biznes për rregullimin e strukturave të brendshme etj me radhë. Dhe një pjesë e këtyre fondeve janë pikërisht edhe për këtë, që ti digitalizosh biznesin tat etj me radhë, që vendosësh sisteme ERP brenda, vendosësh sisteme kontrolli të tilla brenda, sisteme e simulimit të punojësve etj me radhë, që në mënyrë që ti të veprosh si një kompani europiane, që ai të vlerësoj me të njëjtën monedhë. Në rast kundër ai të vlerëson ty me discount. Ka biznese të cilat mund të falimentojnë nga antarësimi në Bashkimin Evropian? Që ka përgatitur ai tregu i konkurrenca e madhe që prodhon një treg evropian? Shiko, biznesi gjithmonë, besoj që hyrja në Bashkimin Evropian nuk është se do falimentojë biznese. Hyrja në Bashkimin Evropian do paraqet më shumë oportunitete se sa sfida. Nëse nuk janë të përgatitura, po prap, si thosh për një më shumë është humbi oportuniteti se sa do falimentosh, më kupton? Sepse me kalimin e kohës ti e shikon që ai tjetri po ecën më shpejt se sa ty. Por jo se ti do falimentosh. Disa dhe mund të falimentojnë, mund të falimentojnë dhe sot, pas ka nevojë me Bashkimin Evropian. Pra, ambienti i biznesit ndryshon. Ditore, edhe pa hyrë në Bashkimin Evropian, ambienti i biznesit ndryshon. Ne gjithë e dimë që deri deri ishte më i çrregullt. Sot ndofta është më i rregullt se sa duhet. Unë prodhoj, kam një fermë e cila prodhon qumësht, ku mua më kushton të prodhoj 1 litër qumësht, më kushton 2 euro, po them, ndërkohë marr me 50 cent në Hungari, që ka ekonomi shkallë. Pra kam në këtë lloj sensi. Ti e ke, meqense një nga bizneset kur ne kemi investuar është pikërisht në këtë fushë. Pra e di fare mirë ato, pra ti e ke sot më problem ato. Pse? Sepse sot një fermë shqiptare, duke qenë se ka më pak subvencione se sa ferma hungareze në shembullin tuaj, i del kosta shumë më e lartë për atë të qumsht. Dhe ndofta duke hyrë në Bashkimin Evropian, ne do kemi mundësi që të kena më shumë subvencione siç ka hungarezi, kështu që do jena më konkurrues në treg. Sepse po të shikosh çmimet, nuk është se çmimet tona janë, po themi, më të ulta se sa Hungaria dhe papritmas ose shumë më të lartë se Hungaria dhe papritmas na ndodh ky fenomen. Ne qytashti kemi akses në Bashkimin Evropian, produktet e Bashkimit Evropian vinë këtu. Kjo është një nga arsyet për shembull pse fermat shqiptare kanë probleme, sepse deri para krizës së Ukrainës, që çmimi i energjisë ishte më i ulët, kompanive që proponojnë qumshin i binde më lirë të sillshin nga Polonia se sa ta mblenin këtu. Dhe kjo sepse Polonia jepte subvencione shumë të larta, edhe Gjermania jepte subvencione shumë të larta, kështu që binte qumshi më i lirë ta sillshe prandaj se sa ta prodhoshe këtu, dhe kjo bënte që fabrikat thoshin që ore pse ta blejmë këtu, po e sjellim ndej, fermerët thoshin pse blenin nga ne. Dhe tjera, po thelbi është subvencion, veçanërisht ke fusha e bujqësisë. Fusha të tjera, po mund të kesh një fabrikë me 50 punonjës, sa mund ta konkurrojë një fabrikë me 1000 punonjës me standarde, me historik 200 vjeçar evropian, sa mund ta konkurrojë një kompani shqiptare? Pra, mund ta nxjerr konkurrenca jashtë në këtë sens e kam. Po, besoj që ato biznese që do mbijetojnë ditës deri kur të hyjnë në Bashkimin Evropian, nuk besoj që do falimentojnë, do mbijetojnë edhe më parë, sepse këto fabrika qoftë me 50 punonjës edhe sot i shesin të njëjtët klientë që i shet kjo fabrika me 1000 punonjës nga Gjermania, më kupton? Por pavarësisht se ne do hyjmë në Bashkimin Evropian, se në fund në biznes janë të ardhurat, po janë dhe kostot. Kostot do rriten, po nuk besoj që ne do shkojmë në nivelin e kostove të Gjermanisë, edhe pavarësisht se hyjmë në Bashkimin Evropian. Pra faktikisht me logjik i bën që ti do fitosh më shumë për të kesh biznes në Shqipëri, sepse ti ke akses ke një njëjti treg, njësoj si kompani gjermane. Kompanisë gjermane i ka kostot më të larta se sa i ke ti, kështu që ti normalisht duhet fitosh më shumë. Nëse kompania gjermane
flasim nuk ka subvencione nga shteti, sepse ti taksat i ke më të ulta se Gjermania, fuqinë punëtore kushton më pak se Gjermania. Popullsia më e re. Popullsia më e re në moshë, kuptohet që ato kanë më shumë eksperiencën, eficienca e një punëtori gjerman shumë më e lartë se një punëtori shqiptar, etj. Me radhë, pra lidhen gjitha në këtë drejtim, po njëkohësisht varet në cilin industri dhe lënda e parë sa të kushton transporti, majtës djathtës dhe po të shikosh një shembull është puna me uljen e çmimeve të biletave të avionit. Ty sot kushton më lirë me shku me hëngër drejt në Romë me u kthy, sesa me shku në Sarandë me u kthy. Me makinë. Pra, pse? Sepse bileta ka shumë 90 euro në disa raste. Pra, nëse konkurenca prodhon ulje. Nëse transporti me anë të rrugës, me anë të hekurudhave do bëhet e tillë që ti ke të lira dhe të shpejta, pra integrohesh në Bashkimin Evropian edhe nga ana e infrastrukturës, do të thotë që ti e çove në Gjermani nga këtu po një ditë. Kostet e transportit janë ato që bëjnë diferencën, po nëse kostet e tjera janë më të ulta se kostet e transportit, ti je në avantazh kundër kompanive gjermane dhe ke hyrë direkt në tregun gjerman që është tregu më i madh. Pak në tregun Bashkimit Evropian se po fokusohemi në Gjermania. Besoni se do konstatohet fenomeni i kompanive europiane të cilat blejnë, po themi, një lloj ndërkombëtarizimit të kapitalit në Shqipëri, kompanive shqiptare, pra sepse një biznesi europian mund ta ketë shumë më të lehtë blej një kompani në Shqipëri, po themi. Dhe një që është lokal i bie më mirë ta shes mbas. Kjo është pak a shumë dhe filozofia e kompanisë sonë American Capital, sepse pra ne çfarë bëjmë, ne blejmë biznese, i strukturojmë, i bëjmë gati që kur vi kompanitë europiane, i kemi gati për të shit. Pra faktikisht kjo është një proces natyral që do ndodhi. Pra nëse unë jam një kompani europiane dhe papritmas kjo pjesë e lagjes europiane u bë në të njëjtën lagje. Atëherë them që konkurrenti im e mora vesh që shkoj atje. Lind automatikisht futet në planet që duhet shkojmë dhe ne atje. Se po ti marrësh tek këto janë të vogla, po ti bashkojmë gjitha bashkë nuk janë më aq të vegjël. Njëkohësisht mendohet që këtu do ketë rritje. Pra, kur ti kërkon për me bëj një investim, shikon mallsinë e vendit edhe çfarë growth rate ka, ose çfarë rritje. Pra, nëse ti ke vend që s'rritet, edhe po që vendi i madh, ti e them të hyj atje, po do të marr tregun dikujt, pra do hyn në luftë konkurrence me dikë. Ndërsa kur shkon me treg që ka rritje të madhe, kush është më i zoti që të kapi market share në këtë rritje të tregut që kërkojë. Pra ka tjetër filozofi. Kështu që normalisht kompanitë e investimit shikojnë të shkojnë ato vende që kanë rritje mbi mesatar, pra kanë rritje të madhe. Dhe ideja është që këto vende, meqense do shkojnë në Bashkimin Evropian, do kenë një rritje më të madhe që i bën atraktive në këtë aspekt. Por janë vende, tjetra është madhësia e vendit. Duke qenë vendet vogla nuk janë shumë atraktive, se janë vendet vogla. Kështu që kur kombinimi këtyre dyave jepi koeficient që për atë kompani është atraktiv, thotë, do shikojnë në këtë vend. Ato kanë dy mundësi. Pra, shumica e kompanive kur shkojnë në një vend nuk shikojnë që ta krijojnë nga fillimi. Pse? Sepse do humbin kohë, ka vështirësi, tjera me radhë, do ndeshin me evente lokale, se është treg i panjohur. Pra, ndërsa kur bleni diçka, e ka gati. Pra thotë që shikon, po shkoj këtu, tregu vogël është, po marr direkt 20% market share. Që po shkoj me blej këtë kompaninë. Ai e di që këtë kompani duke e fut brenda grupit i arrit vlerën shumë, edhe të marrë bën më të eficiente, pra ka sinergji më të madhe. Që thotë po shkoj me blej këtë kompani që unë të jem pra 99% shumë biznese shqiptare do të ballafaqohen me oportunitetin që ta shesin biznesin e tyre në këtë moment. Dhe prandaj këto biznese, gjithë bizneset shqiptare duhen të përgatiten për atë moment që kur të vijë moment të jenë gati të marrin atë upside. Kush do ta mbajë mban, kush do ta shesë e shat. Do jetë logjikë ekonomike për mbas edhe pak jo nacionaliste, po themi. Do kemi këtë dilemën mes llogarive dhe vullnetit për pas një made in Albania apo jetoj në Amerikë dhe kur më pyesin se jam shqiptar, kështu që çdo që të bësh, atë nacionalizmi nuk na hiq dot njëri, se e ke të shkruar. Pra nuk është se ajo është në mendje, si mendon. Pra mund të ketë nga ata që nuk e thonë që janë shqiptarë dhe bëjnë më shumë për Shqipërinë, se sa mund të ketë nga ata që thonë unë jam shqiptar e më s'bën asgjë për Shqipërinë. Pra në atë aspekt kjo puna e nacionalizmit është ti derisa e pjesë e botës të madhe,
dhe ke vendosur që të hysh në Bashkimin Evropian, pra normalisht nuk ke më kufi evropian. Përveç tjerësh, natyrisht je shqiptar, po je evropian. Dhe si e tillë se biznesi është në pronësi të një shqiptari, apo të një italiani, apo të një europiani, apo një amerikani, në fund doesn't matter. Ekonomia kombëtare do përfitojë gjithsesi. Sepse në fund është biznes shqiptar. Pra faktikisht çdo biznes tjetër, ndaç amerikan, ndaç kinez, ndaç europian, nëse do veprojnë në Shqipëri, është biznes shqiptar. Pra nëse ai ndërton një kull në Shqipëri, kjo kulla nuk ka për ta marrë me vetëm Kinën, Amerikë ose do ngeli këtu. Ajo do gjeneroj taksa për shtetin, do gjeneroj punonjës, do gjeneroj XY gjëra të tjera, kështu që faktikisht gjithë lufta është si ti përthithësh që këto investime të vinë në Shqipëri, që të nguliten këtu. Pastaj, nëse ngulit këtu, dhe ky shqiptari vendosi t'ia shesi një italiani, një gjermani ose një amerikani, çfarë rëndësie ka, sepse ajo fabrikë është prapë këtu, dhe si identitet është identitet shqiptar. Një pyetje të fundit, cilat janë hapet që duhet të ndërmarrin sot në konvertimin tuaj bizneset për atë që pritet të vijë për Shqipërinë? Pra çfarë duhet bëjë një biznes? Bizneset e para duhet që të ndërgjegjësohen që një oportunitet më shumë se një sfidë is coming. Pra është duke dalë përpara dhe përgatitesh që të shkosh në këtë sfidë. Pra është si puna e kombëtarët që e di që do shkosh kampionat botror, duhet përgatitesh që do lush me ekipe të forta, nuk je më me ekipe të dobta në këtë aspekt. Kështu që do të zgjedhësh lojtarët më të mirë, ti bashkosh forcat. Pra ky është një nga ato problemet kryesore që kanë bizneset shqiptare dhe ne si shqiptarë përgjithësisht se nuk bashkohemi me njëri tjetrin. Duke njëri të vegjël mirë në sport individuale, jo kolektive. Po fiks. Pra duke njëri të vegjël, ti faktikisht nuk e përfit më shumë ato oportunitet, se ke më të vështirë. Pra duke qenë më i vogël, ti e ke më të vështirë që të krijosh një biznes që ti je më i atraktueshëm për një biznes europian. Pra duhet që bizneset shqiptare të fillojnë të bashkohen me njëri tjetrin, të krijojnë entitete më të mëdha, që të kenë, duke qenë entitet më i madh, ti ke ato economy of scale, që ke kosto më eficiente, ke margin relativisht më të larta, ke normë fitimi në përqindje më të lartë, që e bën atraktive për një biznes europian. Nëse ti nuk je përgatitur për këtë, je i pa tjetra është për shembull ky, po themi, formalizimi i bizneseve. Pra s'mundet shitesh nëse ke biznes informal. Pra duhet që dhe faktikisht niveli taksës në Shqipëri është shumë i vogël. 15%, kështu që konkurrues. Kështu që ta bësh informal një biznes me 15% është budallik, sepse ti humbet nga transaksioni nesër në atë aspekt. Po them përveç tjerave që je duke thyer ligjin, po kam fjalën që duhet ta formalizosh. Pra këtu duhet që se nganjëherë ky formalizimi janë dhe ligjet që ta bëjnë vështirë ta formalizosh, duhet që të pa edhe në konceptin e ligjeve që të jenë tilla që të favorizojnë formalizimin. Pra është në gjykimin tim do një reformë kjo sa më shpejt, në mënyrë që bizneset të pastrohen nga e kaluara, po flas në këtë aspekt, si në mindset, ashtu edhe në libra, dhe të përgatiten për këtë sfidë të re që po i vjen, e cila kërkon, thash, struktura më të mira brenda kompanisë, kërkon një madhësi çik sa më të madhe, se sa jemi të vegjël, ndoshta edhe më shumë të vogla, bëhet edhe më problematike, kërkon që të kesh norma fitimi relativisht të mira, kërkon që të kesh akses ke financimi, majtës gjatës, që të arritësh kompaninë sa më shpejt, në mënyrë që kur vjen ai tjetri, ti je gatshëm për të përfitur këto fonde që folëm, ose për të bërë transaksion, nëse do të bësh transaksion. Zoti Caslo, ju falenderoj për idetë që ndatë me ne. Faleminderit për ftesën. Shikues të televizionit Skan, ky është emisioni për sonte, bashkë ritakohemi javën e ardhshme. Mirupafshim.